Zoti Bida, ju shkuat sot parlament? Patjetër. Si çdo seancë nuk ka munguar ndonjëherë. Ndodhi gjë ju? Nuk ndodhi personalisht, sepse policia kishte marrë masat të cilat për mua duhet kritikuar policia për pjesën e fundit të seancës që nuk garantoi kordonin për të dalë deputetët. Dhe kjo ka të bëj me dy drejtime. Së pari ka të bëj me faktin që ne jemi qytetarë të këtij vendi në radhë parë, dhe kushdo që tenton të normalizojë dhunën ndaj qytetarëve të këtij vendi, atëherë nuk e di që jeton demokraci. Në demokraci, monopolin e dhunës, monopolin e forcës e ka policia. Nuk e kanë individët për kundrejt. Keni monopolin e dhunës. Nuk e kam unë, e ka policia e shtetit. E jashtëzakonshme që jeni krenar që keni monopolin e dhunës. Nuk ju ndërpreva. Pavarësisht se zërin tuaj e kam dëgjuar personalisht gjithë kohë duke ulëritur. Dhe sot hajdut kam bërtitur kur keni hyrë. Nuk ju ndërpreva. Monopolin e dhunës në një demokraci, monopolin e forcës në një demokraci e ka policia e shtetit pikërisht sepse individët nuk mund të përplasen me individët. Se nëse ju keni forcë fizike dhe unë kam forcë fizike dhe Bushati ka forcë fizike dhe Julli ka forcë fizike, po zgjidhen gjërat me forcën fizike, atëherë ka rënë demokracia. E dyta, ka të bëjë me parlamentarizmin. Asesi dhe në asnjë formë nuk mund të pretendoni ju që jeni përfaqësuesi i shqiptarëve. Ju keni qenë 200 protestues sot, keni qenë, më thuaj numri maksimal 60.000 doni, 100.000, ku e di unë sa doni. Në shesh, në cilët keni disa kërkesa, një pjesë të cilave për mua janë legjitime. Por ama, të mendoni se ju jeni përfaqësuesit e shqiptarëve, të cilët ndaloni funksionimin e institucioneve të këtij vendi, do thotë anarshi. Do thotë kthim në 97-ën. Do të thotë që ti imponoheni deputetëve të cilët jemi votuar për të përfaqësuar qytetarët shqiptar në punën tonë dhe të tentoni të intimidoni. Ajo që unë pash... Jeni votuar, jeni emëruar, se votat ja u kam mbledhur tjetër. Kam vota. Votat ja u kam mbledhur tjetër kush. Thjesht ta përfundoj edhe me kënaqësi, thjesht për ta përfunduar. Ajo çfarë unë kam parë me sytë e mi sot. Pastaj. Herën e kaluar pash me sytë e mi se si ju do më hidhni në kosh mua, se kishit vendosur Rama Bido në kosh dhe thotit hajde të hedhim kosh. Pash me sytë e mi sot se si ti ke goditur Ramion Kurtin me vezë. Dhe nëse ty duke normale, i bje që unë marrë këtë shishën e ujtë, të ta hedhë ty shishën e ujtë. Sepse kjo nuk ka ndodhur. Të ta hedhë ty shishën e ujtë. Nuk kam pasur asnjë vezë në dorë. Të ta hedhë ty shishën e ujtë. Unë kam filmuar vazhdimisht dhe jeni qesharak sepse po shpifni siç keni bërë 33 ditët e fundit. Edukata është personale dhe ka të bëjë edhe me... Unë edukatën e kam treguar 33 ditë e fundit. 38 jeni qesharak dhe jeni gënjeshtar. Ashtu si që keni gënyër 33 ditët e fundit, kur jeni vënë në funksion një propagande qeveritare të bazuar 100% në gënjesht. Të bazuar 100% në gënjesht. Jeni bërë megafoni kryeministit Rama duke thënë 100% gënjesht. Duke vajtur në pedonale, kam parë vezë që i hidheshin drejt meje dhe kolegëve të tjerë. Keni parë asgjë, ju jeni futur 3 orë para seancës që Ne ti futur në orën 10:20. Ju jeni futur të gjithë 3 orë para seancës që ti këtë di ti apo di unë çfarë ore. Janë futur në orën 10:20. Po ju gënjeni edhe për fakte që janë lehtësisht të vërtetueshme, kështu që në këtë kuptim e ke treguar më shumë se një muaj. E ke treguar veten publikisht, unë nuk kam nevojë që një personalisht për të kuptuar që absolutisht gjithçka që thua është funksion të propagandës të kryeministrit Edi Ramës dhe vetëm kaq. Parlamenta në alfabet që më thua mua e kolegëve të kemi ka goditur aktiv deputetin Kurtin me sa... Jo si Dorela, jo. E ka goditur një aktivist tjetër. Absolutisht është gënjeshtër. Jo, tha pak më parë që ka këtë dy fytyrësin... Jo, sa po ma shkruajnë që ma tha pak se para se vija në studio, do më thonë këtë gjë, e bëri për deformim. Thjesht mua më gënjeve fytyra jote. E keni bërë një muaj rreth. Ishte edhe Andi Bushati kur të pyet ati ishte se më duke ngjashme dhe the po. Jo, nuk të thash po. Fytyrësia tënde është problemi i nuk është tim. Vazhdon gënjen. Fytyrësia jote është problemi po them dhe një. Në këtë rast nuk e ka goditur si Dorela, mua ma shkruajnë njerëz që e di. Thjesht të them që mua më duk si ajo dhe kur e pyeta tha po tani... Mund të kërkoni falje që gënyet? Po jo, ti the po, unë s'mund të kërkoj falje për gënjeshtrën tënde të cilën unë përmenda tani. S'mund të kërkoj falje për gënjeshtrën tënde. Jeni thelbësisht qesharak dhe është e turpshme
që një person që gënjen edhe për fakte kaq banale është parlament. Po mirë, the poti që të ndodhë të bje këtë lloj bisede, kështu do fitosh debatet. Po jeni deputet, një cik mendim kritik duhet ta keni. Pak mendim kritik duhet ta keni. Ka mendimin se duhet i besoj dhe protestuesve. Prandaj s'keni pse ofendoheni, por ju themi parlament analfabet, se ashtu jeni. Okej, zoti Bito, një sekundë të futim në bisedë. Dhe jam profesor universitar, kështu që nuk më veti më thuar të analfabet. Ajo çfarë vura re sot, Ylli duhet ta përfundoj. Ajo çfarë vura re sot është që kolegë deputetëve janë hedhvez, janë tentuar të intimidohen, shpresoj që kolegë mos intimidohen, unë nuk intimidohem njerë nga askush që më kërcënon me dhunë, sepse nuk besoj të dhuna si zgjidhje problemeve, besoj të debati dhe të argumenti. Kam parë hedhje guresh, dhe pastaj kemi parë gjithë në filmime, se si janë hedhë gurë ndaj policisë, se si janë hedhë, unë si quaj makinat, me thënë drejtën, makina policisë nuk është se më jep në indjesi, po të edhësh gurë ndaj njerëzve, të tentosh të intimidosh, edhe të tentosh që të mbyllësh, e të mos lejosh deputetët shkojnë në kuvendin ku përfaqësojnë shqiptarët, apo të dalin nga kuvendi përfaqësojnë shqiptarët, duke intimiduar me dhunë fizike, kjo është praktikisht tentativë për grusht shteti. Zoti Noj, jemi okej. Asgjë më pak se asgjë më shumë, se sa institucionet legjitime të një vendi, institucionet e lishme të një vendi, ty pa mundësosh funksionimin dhe të deklarosh ajo që kemi dëgjuar të deklaruar nga kjo qet e vogël njerëzisht të cilët kaplojnë politikisht protestën, pa qënë masa e madhe e njerëzve të cilët kanë arsyet e tyre për të protestuar, që thonë për kuvend paralel, që thonë për këshilla ekzekutiv paralel, e kështu me radhë. Nuk intimidohet demokracia. Nuk ka shans që të intimidoj dikush deputetin që të shkoj ku ka mandatin përfaqësues të qytetarëve për të votuar e për të debatuar në vendin që është i krijuar për kuvendimin dhe për debatimin e çështjes së shqiptarëve. Zoti Noj, përshkallëzimi i protestës është strategji e juaja apo ka aty element të infiltruar që angazhohen me dhunë, sepse kjo është një protestë mjaft heterogjene, dhe ju, sigurisht që nuk jeni ju, as ju përgjegjës, as Sidorela, as kush nuk është përgjegjës në këtë rast, sepse nuk ka një, si thua, një organizim, edhe pse ka një grup organizator, si shtonë. Ka përgjegjës? Ka përgjegjës. Ka përgjegjës. Kur dhuna vjen nga shteti, ka përgjegjës. Do të flasësh, po e pyesë Nojin, po e pyesë për anën tjetër. Për shtetin, me njerë ti atë ke, dhe ty edhe shpesh të përqen ajo gjë. Jo, doja vetëm bëja një korrigjim, se ti e more si të mirëqen që dhuna është ushtruar nga protestuesit. Unë mendoj që dhuna, sot më shumë po prej një muaj, ushtrohet nga një aparat shtetëror bandites. Është dhe kjo. Unë kam parë, unë shoh, ja një sekundë, sigurisht, kur të vijë momenti.